Presidenti amerikan Donald Trump tha se do të vendosë një tarifë prej 100% për të gjitha filmat e prodhuara jashtë vendit që importohen në Shtetet e Bashkuara, duke përsëritur një kërcënim të bërë më herët në maj. Një masë e tillë do të përmbyste modelin global të biznesit të Hollywoodit. Ky hap tregon gatishmërinë e Trump për të shtrirë politikën tregtare proteksioniste edhe në industrinë kulturore, duke shtuar pasigurinë për studiot që varen shumë nga bashkëprodhimet ndërkufitare dhe të ardhurat nga shitet ndërkombëtare nëpër kinema. Industria jonë e filmit na është vjedhur nga vende të tjera, njësoj sikur një fëmijë e vjedhin karamele, shkroi Trump në një postim në rrjetin Truth Social. Megjithatë, nuk është ende e qartë se çfarë autoriteti ligjor do të përdorte Trump për të vendosur një tarifë për 100% për filmat e prodhuara jashtë vendit. Drejtues të studiove të filmit thanë më herët këtë vit se ishin të habitur për mënyrën se si një tarifë e tillë do të mund të zbatohej, duke qenë se filmat modern shpesh përfshin prodhim, financim, pasprodhim dhe efekte vizuale që shtrihen në disa shtete të ndryshme. Presidenti kishte përmendur për herë të parë idenë një tarife për filmat në muajin maj, por dha pak detaje, duke lënë të paqartë nëse masa do të zbatojë vetëm për disa vende të caktuara apo për të gjitha importet. Pas njoftimit të majit, një koalicion sindikatash dhe shoqatash të industrisë amerikane të filmit i dërguan një letër Trump, duke nxitur që të mbështesë stimuj tatimor për prodhimin e filmave brenda vendit, si pjesë e një pakete fiskale që po përpilohet në Kongres. Kjo masë synon të rikthejë projektet filmike dhe televizive në Shtetet e Bashkuara. Industria amerikane e filmave regjistroi një suficit tregtar prej 15.3 miliard dollarësh në vitin 2023, e mbështetur nga 22.6 miliard dollar eksporte në tregjet ndërkombëtare. Hollywoodi është mbështetur gjithnjë më shumë në qendrat e prodhimit jashtë vendit si Kanadaja, Britania e Madhe dhe Australia, ku stimujt fiskal kanë tërhequr produksione me buxhet të lartë që nga filmat me superheronj deri tek dramat për platformat e transmetimit online. Drejtues të industrisë paralajmërojnë gjithashtu se një tarifë e gjerë mund të ndikojë edhe tek mijëra punonjës amerikanë të angazhuar në xhirime jashtë vendit, puna e të cilëve shpesh koordinohet nëpër disa shtete.